Ekonomia qarkulluese dhe transformimi I gjelbër ishte tema e takimit të zhvilluar nga projekti EU for Green në sallën e konferencave të Hotel Koloseu në Shkodër. Irida Haxhi, përfaqësuese e projektit, tregon detajet për përfshirjen e profesionistëve nga ministritë përkatëse në Shqipëri dhe Kosovë. Ne flasim shqip, por e vërteta është që kemi edhe shumë ndryshime mes njëri tjetrit. Prandaj po mundohemi që të zhvillojmë një kooperim mes dy vendeve, duke parë se ku qëndrojnë bashkitë në Kosovë dhe si është ajo, si reflektohet në Bashkinë Shkodër, duke dhe bërë krahasimet mes dy ministrive lidhur me tematikën e qarkullimit, e ekonomisë qarkulluese dhe transformimit të gjelbër, dhe duam dhe pikërisht po zhvillojmë këtë trajnim pilot për të kuptuar diferencat dhe ato që I bashkon këto dy shtete. Daniela Zanini Frejtak, përfaqësuese e Agjencisë Austriake të Mjedisit, tha se projekti pilot ka synim të forcojë ekonominë qarkulluese dhe projektet për transformimin e gjelbër mes dy shteteve. Ne po mundohemi që të rrisim kapacitetet e këtyre dy bashkive, gjithashtu edhe të rrisim kapacitetet e ministrive përmes trajnimeve që po zhvillojmë në ekonomisë qarkulluese dhe transformimit të gjelbër. Janë tematika të rëndësishme pasi shërbejnë gjithashtu edhe për të nxitur, për të rritur angazhimin e vendeve, qoftë në aspektet profesionale, qoftë në jetën e tyre personale, për të përqafuar praktika të gjelbra në përditshmërinë tuaj, në punën, në zhvillim dhe në dialogjet që u zhvillone. Gjithashtu duhet theksoj që këtë trajnim ne duhet çojmë edhe në nivel akademik, duke u angazhuar dhe bashkëpunuar me Universitetin e Shkodrës, ku do të bëjë një orë të hapur lidhur me tematikën e edukimit të gjelbër. Projekti do zhvillohet edhe ditën e enjtë, datën 3 prill në ambientet e Hotel Koloseu.